asnjë shoqëri në botë nëpërmes dhunës, po edhe shoqëria jonë nuk mund të zgjedh konfliktet. Parandalimi i rasteve të tilla të vrasjeve, plagosjeve e tjera fillon nga familja, nëpërmes shkollës, nëpër krahjet policisë, pastaj të gjykatave, prokurorisë e tjera, në mënyrë që ato të jenë më azhure, më të shpejta në zgjedhjen e rasteve të landeve e tjera, dhe kështu që edhe institucionet shtetërore, po edhe ato shoqërore së bashku të koordinojnë punën e tyre në mënyrë që të minimizohen këto vepra penale, të cilat janë më të rënda në bazë kodit penal të Republikës Kosovës. Saj që ka ndodhur të vrasjet kohët e fundit, Kosova është e sigurt, për arsye se kemi një polici e cila është mjaft profesionale, kemi gjyqësorin, prokurorin që do të thotë janë të njohur edhe në aspektin ndërkombëtar si institucione kredibile, po edhe profesionale. Prandaj duhet një punë sistematike edhe institucionet sigurisë, do të thotë patrullime të vazhdueshme në vendet ku mendohet se ka armë ilegale, patrullime në lokalet të natës, patrullime të ndryshme, por një koordinim i mirëfillt mes prokurorisë, gjykatave, në mënyrë që të jenë sa më vigjilente, sa më të shpejta efikase në zgjedhjen e rasteve të landeve.